Përshëndetje gocani, përshëndetje, si ju kam, si jeni, si keni kaluar sot si ditë e anqesh, ju uroj punë të mbarë, një ditë sa më të letë, ajde o burrëni se po na vinë dhe festat. Kjo ishte dreka jonë për dije, kemi bërë makarona me brokoli, ja këtu po pres brokoli. Para se të më prishesh i gjithë se kishte filluar të zverdhesh një çik, e preferova që ta gatuaja. Dhe po diskutoja me Lianën që po bënte detyrat, se kishte gjithë ato detyra dje për të bërë, edhe unë dje kam gatuar gjithë ato gjëra. Si ditë e diel që është, me qenë se mami është në shtëpi, bëjmë fest, në vend shplodhemi, gatuajmë. Dhe ja këtu po edhim vajnë, për të bërë gjërat e tjera. Dhe këtu po edhim brokolit në ujë për të zier. I kam zier rreth as qerekore, se nuk i donim shumë të ziera. I kam shtuar dhe kripën, jo shumë pak. Se normal pastaj tenxherën në spostova se do përgatisjem diçka tjetër te gazi këtu. E kështu vazhdoj me të gatuar. Ua, qysh na erdhi pra viti i ri kur ishim në gusht dhe kur erdhi viti i ri dhe kështu iku viti, kështu ikën jeta jonë dhe ne nuk e marrim vesh fare. Ja këtu po qërojmë dhe patate. Na iku jeta o gocani, na iku për atë zot. Dije nuk pata kohë se jam marrë, thash, si që thash, jam marrë me të gatuar, me të bërë disa gjëra në shtëpi, dhe sot kam një mullar me rrecka për të kurosur. Nuk e di nga ta zë dhe nga ta lë. Për fat mirë sot s'kemi pasur shumë njerëz. Tu po gri patate të vogla, një patate vetëm, se do ta shoqëroj tek makaronat me brokoli, se bëhen shumë të shijshme. Unë jedh gjithmonë patate, se nuk e di, ajo patate sikur i bën çik më të do t'i skuqim patatet. Ama ne mamat themi kur do na vije diela, si që kam thënë në videot e tjera, po ne lodhemi më tepër të diel. Këtu kam coptuar dhe 2 copa salcice që do t'i shoqëroj bashkë me patatet edhe me brokolin për të bërë makaronat. E shikoni goca sa gjëra edhim neve për të bërë një pjatë makarona. Nuk e kam për juve që ju kam shumë gjam për ato që thonë që ne ham vetëm makarona. Makaronat nuk janë të thjeshta, bëhen me shumë lloj gjërash. Ti thosh djalit tim makarona do mëngjes drek darkë. Nuk i mërzitem kur, dhe boll mos dhe një ditë une, aia është i varë noçkat. Mrem darkë, si që kam edhe videon, kam bërë 2 byrek, ata u kënaqën, njërin e bëra me mish, se djali e ka qef me qep edhe me mish, kurse 2 vajzat e preferoj më tepër me kos, me djath ose gjizë. Çfarë të kemi në shtëpi? Ja dhe salcicën si e kam bërë në copza të vogla. Tani do ta skuqim me patatet.
Ju mund të thoni dhe mund të jedhësh dhe mish të grirë, jo. Se salsiccia ka erza të tjera brenda. Okej, mishi është i prerë në copëza më të mëdha dhe plus pastaj ka farfinokjo, ka rigon, ka piper, ka edhe le një shiet tjetër tek makaronat. Nuk është se mishi i grirë është i thjeshtë. Ja dhe ku kemi gati. Burri im këtu nuk ishte në shtëpi, kisha vetë për më larë makinën. Dhe shikoni, super fare. Me 2 gjërat vogla bën një drek super. Edhe kënaqen dhe fëmijët. E këtu do ollëm dhe brokolit. Dhe tani po ecë dhe makaronat për të zier. Eliana detyrimisht nuk i hengri me brokoli, makaronat. Eliana s'ja kam bërë me pan edhe prosciutto. Tu edhim pak ujë nga brokoli, më tepër për patate, se sado që unë e skuqa një qik, prap sado nuk e donte një qik. Pastaj fillova t'i coptoja një qik ato brokoli, se djali im tha, unë nuk i ha ata trungjet, tha, që tu na undes dhe alarmi i kantinës, edhe hajtet na i fiki. Ja makaronat e Elianës me prosciutto dhe pan, na i fikën dhe alarmi, na falni. Edhe ja Elianës pa e bëjmë vete. E përkëdhel qik tepër këtë gocën e vogël. I tha djali dje, po ti çfarë je, tha princeshta që i keme. Edhe unë tha do ha këtë trungjet e brokoli, se ai nuk i ka shumë qejf, po gjithsesi i ha, se unë i them të bëjnë mirë. Po Eliana po tha jo, edhe është jo, se ajo është e ka që kokën shkemb. Tu jolla qik ujë makaronave, se e di pse edhim ujën e makaronave, se lën atë bëhet në fund fare i kremi të makaronat shumë e shishme. E përdorin që të gjithë këtë gjë. Krijon një si lloj kremi ai uji kur i hedhin, pastaj normal janë dhe gjërat e tjera, i bashkohen gjitha shihet bashk, edhe dalin super. Ja si dolën dije makaronat tona. Ja Elianës, ja ngriqit gjitha, i shijuan po mas. Kështu është kur jemi mendi në një shtëpi. S'kemi që bëjmë, sa të rritet dhe ajo dhe të na kuptoj që dhe verdura duhet i ajë se i bëjnë mirë. Eko qua. Dhe tani ndajmë pjatat e tjera. Burri im vajti për të larë makinën, si që thash pak më parë. Të vete, tha, gjysë ore ko më del po, i thash, sa të përgatisun drekën, thash, unë gjysë ore ko të del. Unë e bëra drekën, kishim mbaruar e jeri, thash, po mirë, të thash gjysë ore, thash, unë jo një orë. Po ti tha pse s'më morën telefon. Thash, po se telefoni kështë lënë të divani, thash, divani do më përgjigjish mu. Gjithsesi kemi dhe një ullun tavolin me te, dhe i sa mbaroj dhe aji, po që ne drekën e ngëm para tia. Dhe kjo ishte dreka jonë për dije, o njerës.
Ju faleminderit, ju përshëndes, ju kam shumë gjanë dhe kush ka dëshirë të më ndjeki, rrofshi për gjitha mesazhet e bukura, komentet, gjitha.